unë kur isha i vogël, jam bërë me Milanin sepse ishte babi me Milanin. Dhe nëse ti për 11 ditë, po që dhe për 100 ditë, çdo ditë dëgjon Rama Burg, Berisha Burg, kur shkon flet në votimit, vetëm nga e pandërgjeshmja jote nuk voton as Ramën as Berishën. Dhe unë mendoj që ky tifozllaku është i mirë për protestën dhe për të ardhmen demokratike të vendit, por partitë e reja sigurisht duhet të reflektojnë, ato duhet të shmangin këto tensionet e kota me njëri tjetrin, duhet të bëhen më demokratike, të krijojnë struktura, këto struktura të bashkojnë me njëri tjetrin dhe të krijojnë si thua atë ëndrrën e shqiptarëve. Problemi është që ato nuk bëhen rigel, problemi është që Lëvizja Bashkë për shkakun ka refuzuar në mënyrë të hapur të bashkohet me çdo forcë tjetër politike. Lëvizja Bashkë mund të mos bashkohet përpara zgjedhjeve, po mund të bashkohet pas zgjedhjeve me atë që i konvengon që Shqipëria të qeveriset më mirë. Patëm rastin e Shqipëria bëhet, e cila megjithëse mori rezultat shumë impresionues, 69.000 vota, ndodhi ajo që ndodhi pas zgjedhjeve, ku njëri prej themeluesve shkoi të mori pozicion nga pushteti. Këtë gabime shumë të nxitimit, po edhe të mungesës së eksperiencës të këtyre liderëve të rinj tashmë. Sepse po të ishim bashkë si votë, ajo mund të përkthej në një grup parlamentar të mirë aty, pra pak në 7 deputet, po të marrë 150-170.000 vota. Edhe mund të mos përkthej, sepse ai që voton Lëvizjen Bashkë, ndoshta se voton zoti Shea. Dhe nëse do ishin në një listë, mund të ishte edhe e kundërta. Kështu që ata, unë mendoj që nuk do isha pro që ata të ishin bashkë në një koalicion. Ata e kanë shpërfaqur kush janë dhe çfarë janë, dhe unë mendoj që ata dojnë në rritje. Ju për çfarë modeli jeni të kodit zgjedhor, sepse kemi një nismë nga një kolegu jon, Forumi për Dialog Politik, pra nga disa kolegë tanë më saktë, të cilët janë munduar të përbashkojnë forcat e vjetra të reja të opozitës, duhet thënë, për rishikim dhe kanë hedhur disa ide, të cilat mendoj që janë në përputhje me ato që keni artikuluar dhe ju si qendrës qytetare, pjesë e mirë e faktorëve të shoqërisë civile, që janë proporcionali kombëtar, listat e hapura, prag 3 apo 4%, etj. etj. Pra se ju jeni dhe në dieni të këtyre proceseve reformës kodit zgjedhor. Siç e thash, kjo nuk i shërben qytetarit. Pra ky diskutim nuk i shërben qytetarit. Po pse rasti Hungarisë ne diskutuam, hyri dhe diskutoi çfarë kodi zgjedhor do përdorse për të fituar kundër Viktor Orbanit? Jo, ai hyri në zgjedhje me kodin më të vështirë dhe me mundësinë më të vështirë për të fituar. Pra duhet të merrte një mazhorancë aq të madhe sa dhe kishte të pamundur që Viktor Orban të rinte prapë në pushtet. Po ju pse po i bëni këtë përpjekje pastaj? Ja, ta them unë pse. Pra, ndryshimi i kodit që ne po synojmë është që të krijojë një garë të barabartë, që administrata mos të përdoret, që vota të mos zblihet, që të depolitizohet administrata zgjedhore dhe të mos kemi më këto grindjet PD-PS aty që bllokojnë kutit, edhe shkojmë një tranzicion të zgjatur, të shkojmë si Kosova, ku brenda ditës ne marrim vesh. Mirë që ka kohë që zgjedhjet nuk vjen në kutit në Shqipëri, apo në ngjashme. Pra, këtu nuk është problemi bilektuar më të mbrojtura, për shkak të administrata publike të mos përdorimi patronazhit të paguar me para publike për të ushtuar shantazh patronazhimit.